Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Life is Better with Friends. Sot do t'ju mësoj se si të korrigjoni 5 sjellje të gabuara të qenit tuaj. Është më së normale që qentë të lehin. Por ka raste që kjo lehja, kur është e zgjatur, bëhet e bezdisshme. Qentë lehin për arsye nga më ndryshme. Ata mund t'ju lajmërojnë ju se dikush po vjen në territorin e tyre, ose janë duke lajmëruar personin që po vjen që ky është territori im dhe unë po e mbroj këtë. Ose mund t'jetë thjesht duke kërkuar vëmendjen tuaj. Mund të bëni një ushtrim të tillë. Të gjithë qentë lehin kur bie zilja e derës ose kur dikush troket. Kështu që merrni një mikun tuaj dhe thuajini atij që të vijë të trokasi. Kur dikush troket, juve thjesht të riqini vëmendjes qenin tuaj, thojeni jo, dhe në momentin që ai nuk leh më, jepini snekun dhe në këtë lloj mënyre ai kupton që ju doni që ai mos të lehi. Ja. Në momentin që ai bën një sjellje të mirë dhe nuk le, aty ja jepni snekun. Këtë duhet ta bëni her pas here gjatë gjithë kohës. Nëse dikush troket dhe ai vazhdon e le, duhet ta bëni këtë gjë. Nuk ka një zgjidhje në momentin që ju keni dalë nga shtëpia dhe qeni leh në mënyrë të pakontrolluar. Vetmja gjë që mund të bëni është që ta lodhni atë tmerrsisht shumë para se të dilni. Bravo! Goja është një nga mënyrat që qenë përdorin për të eksploruar botën, sidomos kur janë dhe klysh njerë, ata kafshojnë sa më shumë të jetë e mundur, pasi edhe dhëmbët e rinj po i dalin dhe i dhëmbin nofullat, dhe duke kafshuar i ulet dhimbja e nofullave. Mund të duket e lezetshme gjatë kohës që ne jemi duke luajtur me ata që të na kafshojnë dorën, por kur rriten bëhet paksa diçka e rrezikshme dhe mund ta bëjnë dhe me njerëz që si njohin dhe ata mund të tremben nga kjo gjë. Gjatë kohës që qeni juaj është mësuar që gjatë gjithë kohës vetëm t'ju kafshojë në lojën e tij, duhet të bëni diçka, t'i thoni atij ja. Dhe në momentin që ndalon së kafshuari, jepini snekun. Bëni këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme. Në momentin që ju i afroni dorën dhe ai nuk bën absolutisht asgjë, atëherë i thoni bravo. Një nga problematikat më të mëdha që kemi me qentë është kur ata fillojnë edhe përtypin objektet që nuk janë të tyret. E mira është që të blini lodra sa më shumë që të jenë kastile për këtë gjë, për përtypjen. Dhe në momentin që fillon edhe përtyp objektet të cilat nuk janë të tit, duhet ta ndaloni. Bërtisni me një zë të fortë dhe të sigurt ja, në mënyrë që ai ta ndalojë atë gjë, dhe jepini snekun e tij të preferuar sa për t'i hequr vëmendjen. Apo ja. Një zgjidhje tjetër alternative urgjente, nëse nuk doni që qeni juaj të fillojë dhe të kafshojë diçka, mund të bëni një solucion me ujë dhe me uthull dhe ta spruconi aty ku nuk doni që qeni të kafshojë. Qentë nuk e kanë qef shijen e hidhur, kështu që kjo do ju shpëtoj pak për momentin sa ta mësoni që mos ta bëj atë gjë. Mund të ndodhi që qeni juaj është një ndjekës. Ai mund të ndjekë objekte ose njerëz të cilët mund të duken se kur largohen prej tij, siç mund të jenë vrapues, ciklist, motora ose makina. Ka disa arsye pse ndodh kjo. Shumicën e rasteve është prej mërzisë. Kjo tregon që ju nuk jeni duke i dhënë vëmendjen e duhur qenit tuaj dhe nuk po i jepni aktivitetin e duhur. Bëni mirë që atij të shtoni disa lojra të reja ose gjatë xhiros mund t'ia bëni akoma më të vështirë. Për shembull, mund të shkoni për hiking me qenin tuaj. Por nëse e vini re që qeni juaj e përdor ndjekjen për arsye territoriale ose mbrojtëse, bëni mirë që të konsultoheni me një specialist, pasi nuk është diçka e mirë për të. Nëse qeni juaj hidhet, kjo është një sjellje që mund të jetë e turpshme, e dëmshme, deri diku edhe rrezikshme. Gjëja më e vogël që mund të bëj është që mund të bëj pis. Gjëja më e keqe është që mund të trembi dikon në rrugë. Sapo qeni fillon të shfaqë këtë lloj sjellje, ju bëni mirë që ta ndaloni atë në moment, sa më shpejt jetë e mundur. Sigurisht është shumë gjë e bukur që kur kthehemi në shtëpi të lodhur nga puna, gjejmë qenin ton i cili vjen edhe na përkthel edhe na hidhet sipër dhe na duket diçka shumë pozitive. Por nëse ju filloni ta përkthjelni atë dhe t'i falni shumë dashuri, ai do vazhdoj akoma ta përkeqësoj këtë lloj sjellje. Kështu që gjëja që ju duhet të bëni është ta injoroni. Jam shumë i sigurt që ka qenë shumë e vështirë që ju ta injoroni atë, por është gjëja që ju duhet ta bëni. Kjo është gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë javë. Shihemi sërish javës tjetër.